Gjeneta, këtej do të bëhet e famshme, këtej do të diskutohet. Dhe kur diskutohet, thot pse më diskutove, dhe pastaj thot kush janë këto të tjerat, se s'ke e kanë dhe idol. Kanë dhe një kështu një po, thuhet idol, shkruhet idol. Dhe shqip thuhet idhull. Këtë, do me thënë, mund ta hapësh fjalorin anglisht shqip dhe mund ta kuptosh më qartë se si ta shqiptosh. Tani, me që po flasim shqip, më lejon ta shpjegoj. Idhull do duhet ta adhuroje. Person që e admiron do të ishte ta përktheje, se nuk përkthehen gjërat bukfalisht. Shqip. Nuk përkthehen nga anglishtja shqip. Sepse ne adhurojmë veç Zotin, nuk adhurojmë persona, admirojmë. Kemi frymëzim nga persona që arrijnë. Dhe pastaj për mos e qumë shumë gjatë i thojna e kena idol. Po me që s'po keni kur ju kap gjenetës, kapin një të fjallore. Qaq, o pëtën, shkoni marrë në emisionat në trotuar, mërë në me të, edhe kalzoni, ama mësë mërë në me qeshten që shme mësu gjuën. Ses, o pëtën, delni shtu, bluff. Shqip.